Një Luani shpëtuar nga robëria e paligjshme ka nisur jetën në zemër të pyllit të Pfalzit në Gjermani që nga dhjetori. Konkretisht, ai ndodhet në qendrën e shpëtimit të kafshëve. Luani fillimisht ishte në gjendje shumë të keqe, por tani është shumë më mirë, raportojnë mediat gjermane. Luani Erion mbahej në Shqipëri nga një person privat si kafshë shtëpiake, por kjo është e ndaluar. Luani jetonte në një pronë private në kushte të këqija. Për shembull, kafazi i tij ishte shumë i vogël. Autoritetet u sinjalizuan për këtë rast pasi pronari i Erionit postoi një foto të tij në rrjetet sociale. Pas kësaj, Luani u konfiskua. Se nga saktësisht vjen Erioni, askush nuk e di me siguri. Ka mundësi që ai të jetë viktime tregtisë së paligjshme të kafshëve të egra sipas doganës. Dogana mbështeti organizatën për mbrojtjen e kafshëve, Vier Pfoten, që ta sillnin Luanin në Gjermani, në Pfalz. Udhëtimi nga Shqipëria ishte i gjatë, 4 ditë, më shumë se 2000 kilometra përmes 7 vendeve. Erioni u shoqërua nga veteriner të kafshëve të egra dhe aktivist për mbrojtjen e kafshëve. Dogana e Pirmasens kontrolloi në Gjermani nëse vërtet ishte Erioni që po vinte në Pfalz. Për këtë, u lexua ndër të tjera mikročipi i implantuar. Që nga mesi i dhjetorit, Erioni jeton në stacionin për kafshët e egra në Masweiler, në rrethin Südwestfalz. Në ish zonën ushtarake në Pfalzerwald, prej disa vitesh, për shembull, mace të mëdha gjejnë një shtëpi të re. Në stacionin për kafshët e egra, Erioni tani ka një kafaz me bimë dhe vende për të fjetur. Ai ushqehet rregullisht dhe merr shumë vëmendje. Kjo i nevojitej. Kur erdhi në Masweiler në dhjetor 2025, sipas stacionit, dukej qartë se kishte jetuar më parë në kushte të këqija. Ishte i dobët, me pak muskuj dhe i kishte humbur tërësisht krifën. Tek luanët meshkuj të shëndetshëm, një krif është normale dhe tregon për forcë. Erioni tani duhet të rimëkembet nga ekipi i ekspertëve në Masweiler. Biologja Eva Lindenschmidt thot se gjendja e tij po përmirësohet, sepse po trajtohet shumë më mirë. Pas disa muajsh, duket pothuajse i panjohur. Ka fituar peshë dhe muskuj dhe gradualisht po i rritet edhe krifa, thot Lindenschmidt. Edhe kujdestarët e kafshëve janë të kënaqur me zhvillimin e tij. Është përshtatur mirë. Edhe pse herë e herë është i rezervuar, Erioni tani është gjithashtu lozonjar dhe kurioz. Po bëhet gjithnjë me vetbesim. Ka një marrëdhënie të mirë me kujdestarët që kujdesen për të çdo ditë. Sapo ata afrohen te kafazi, ai shkon menjëherë tek teli dhe i ndjek kudo që ata ecin përgjatë tij, tregon Lindenschmidt. Sipas Eva Lindenschmidt, ai ende ndonjëherë është i pasigurt sepse ka jetuar i izoluar tek pronari i tij më parshëm në Shqipëri. Biologja thot gjithashtu se Erioni mbetet i shqetësuar kur njerëz të huaj apo grupe më të mëdha afrohen tek kafazi i tij. Duke marrë parasysh të kaluarën e tij, ai duhet të mësohet të gjitha gradualisht. Nga marsi deri në nëntor, vizitorët mund të shohin rregullisht stacionin në Masweiler. Atje nuk jeton vetëm Luani Erion. Tigrat e var, Charlotta dhe Ramba gjithashtu kanë gjetur një shtëpi të re. Edhe ato më parë mbaheshin ilegalisht privat. Përveç këtyre, atje jetojnë edhe dlelpra të argjenta dhe rakun të shpëtuar.